Shërbim shëndetësor falas. Ky ishte një prej premtimeve më të rëndësishme të Partisë Socialiste gjatë fushatës elektorale, por edhe nga më të debatuarit pas ardhjes së saj në pushtet. Pas një viti e gjysmë qeverisje, shpresat që ai të përmbushet zbehen dita ditës, ndërkohë që edhe vetë ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka deklaruar se do të duhet shumë punë për të arritur. Nga ana tjetër, spitalet vazhdojnë të vuajnë mungesën e ilaçeve apo ekzaminimeve, çka të bën të dyshosh për përmbushjen e këtij premtimi. Ka shumë mungesa. Ka mungesa vitaminesh, ka mungesa dege, aparatet e tensionit, që s'kemi aparatet e tensionit marrim me vete nga shtëpia që i bim aty. E le këto tjera që janë... I blini vetë? Ma hiç fare si nga mos s'kemi mundësi as me i blej. Ka herë i blejmë, ka herë si blejmë. Ka ndonjë ndryshim nga një vit më parë për shembull? Ka rregull ka. Çik më tepër, pak. Ka çik disiplinë tek salla dializës më shumë. Po prap ka probleme se ka smum që nuk